Tashmë kur është kthyer në vendlindje, familja 4 antarësh Zejnullahu nga Podujeva rrëfen për sfidat me të cilat u përballën gjatë rrugtimit ilegal, që fillimisht e bën për të mbërritur në Hungari. Ne na shku me një minibus dhe në Subotic, pe atu e tani na ka përqy kufimin. Në kom, na e jetë një 3 ore gjysë më zga bësha, na kanë zonë Hungares, në Hungari kina qëndruhen 24 orë na kanë mojtë në kamë që ku vi maltreteshin shumë. Që atë, tani na kanë që një stacion policis atë, për me na i bot dokumentat gati për me na qitë azelat. Por peripetit për familjen Zejnullahu nuk mbaruan gjatë qëndrimit 2 ditor në Hungari, pasi burre grua me 2 fëmijë sapo arritën në Austri, u burgosën nga autoritetet vendese. Arrestimi i tyre madje zuri vend të posaçëm edhe në mediat austriake, të cilat shprehen habi për mbajtjen e fëmijëve prapa grilave. Ato një police ardhi i lypi pasaportat edhe na zbriti që ato në letë. Na i të burg dikun po në Austri pejerit pramtës derin tonë. Pse, me çfarë arsye, çka ju tha? Po atë njerë mos më kjetë qika rrugë temperaturë, ta njerë mjekja, tani aty sigurisht e në zonë e shtunja e diljave kendi. Tani na kanë transferu në tonën pe atuj, na kanë qitë një kampë. Mu më ra fati që atë keqë, edhe tani e kom lyp me vetë dëshirë më kësi. Jati Rahmanit Musli Zejnullahu, veterani luftës dhe vëllai dëshmorit Skender Zejnullahu, thot se pavarësisht se sakrifikuan shumë çka për atë ve, sot i biri i tij detyrohet të migroj për shkak të kushteve ekonomike. Nuk ishtë gjo mashtirë se me luftu për që të vend, e mi pa djalin ka shkon një vend tjetër. A është s'ka gjo mashtirë. Nuk o mujt me nalë shkaku i kushteve. 4 djeli i kam të martuar, të papunë. I 5 nuk është aloj martuar, ma është të papunë. Vetë i kam thonë djallit mu këthyje. Edhe që ka barë gjime, i kam marrë hoa. Ato duhet me këthyje, po unë s'kam djenë me hu. Rahman Zejnullahu, i cili kaloi një rrugë të vështirë dhe shumë të rrezikshme në mënyrë ilegale jashtë vendit, ka një porosi për ata që marrin rrugën e migrimit ilegal, sikurse ai. Unë për mendimin ta ma mirë se këtë s'ka. S'ka ma mirë, shkresh ka shkresh. Më konë se më karo atje në Austri më ro një ode. Po ma mirë se këtë s'ka.